Plakaj të cilët janë të shpërndarë në të gjitha trevat shqiptare kanë marrë një iniciativë për të gjetur rënien e tyre. Ata kanë themeluar një shoqatë e cila do të mbështesë në të gjitha format trugun e tyre. Respektimin që nga Filipu para gjatë kësaj jetën, respektimin vëndën për një në zemi majma dhe në trasmende vëndën të transmisionin e fërësot. Të përmonit kuzheni misë filial. Ne në kohën bërë për të si jemi Uardman prej plesnive cile kanë përcjellë. Thonë se 4 vllazë e nërpon, tëre u kishin paton ato në atë kohë prezbe që në rrugën e Rllapit, edhe këtë të përcjellim të nërmëni. Kontaktet që i fillon na edhe po dhjetë në delegacion, ata edhe në istonë, i fillon një farë shumë një bashkëmit paknatarë, e vazhdojnë traditën e të parë tonë që këshën atë lidhjen që kështu ka formuar. Si ide, ka qenë e Iliri Blakës, i cili jeton në Istanbul, e ka hershme që me formu një fond për bashkë, cilë blakësurve, plakave, për në duja branshme, por edhe ma gjerë. Këtë ide që e godhëm në një takim, ta ona e kodjes ta e ma kreativ, ata edhe më njëherë edhe me zhvillu dhe ma të qëtë. Atër e majtë një takim, edhe formën shimë në cus për shoqatën, lakëshori, e bëjmë registrim në shoqas, procedurar administrative, atër në registrim edhe figunë dhe aksionet e parë, dhe për Cila është veprimtari e kësaj shoqate, statusi i saj, çfarë është? Statusi i kësaj shoqate para asaj ka 3 fusha të veprimit. Në thonë ndihmën, student, kryer, në ndihmën bursa, ose në thonë bursa për bursa për dori për magistraturë, dhe që është në rrasë specifikë. Fusha e dytë ka shëndetësinë. Kemi shumë raste për shembull që janë smur, që s'kanë mundësi shërimi, edhe kemi raste për shembull shumë ta që pesunive të randa turishme, dhe në për harëzime shumë se familja në grupi të plotësojnë, atëherë shoqata do të jetë një burim për raste të tilla. Kurse fusha e tretë e ndihmën sociale për ato familje që janë më të varfra, ose në ushqime, ose në ndërtim të objekti, kjo është mund 3 fusha veprim. Mirë po, kjo do të thonë është baza e si shoqata vepron. Në tatë në kanë edikuar që formohen edhe sekcione të ndryshme, do të thonë, për histori, për kulturë, për arsim, do të thonë, fusha të ndryshme veprimit. Gjeneza, shtrirja dhe historia e blakajve do të ndriçohen në mënyrë shkencore përmes botimit të një monografie. Pjesa më e madhe e këtij fisi sot jetojnë në Istog dhe Podujevë. Fillimisht për nisë për një familjes një plakë të blakajt që jetojnë familja e tij në Durrës. Për të gjurnuar në rrethunit familjar të blakajt, më ka thënë ishte madh vjeçare, i cili më ka thënë që mos harro birin, dikur kemi qenë ne blakaj principat. Kemi luftuar edhe kundër dalmatëve. Ajo fjalë më ka shtyr që të gjurnuar sa më tepër, më vërtet ta krijojmë një punë familjare të blakave, të ditë në filli, lëvizje të blakave. Mirë po fillimisht, sipas governorëve të plotëve tonë, se na jetu mustër, por triumfu familjar gjithë blaka ka qenë isniqi i hershëm atjera, isniqi i vjetër. Këta më kuptu se nga shumë okupatorë, se dhe mos nga okupatorë sot, nga ty kemi niku në vendët malore të tonët, dhe jemi strohu në kodrën e mërturit që tani, atë është tjilë karinja blakës. Sepse mërturit, historikisht shifët që ka vitet 1600 edhe nikajt aty e strohu,
Një po kur ka marrë një këtoj në turi, aty kanë gjetë këmbëlgullu fshatin Mblakër, në kishën e tyre famoze të quajtur kisha e Shtaprandës, ku familtari yni ka qenë Don Zef Jubani, një po lidhëm në këtë fshatin hershëm të Mblakërve, po shumë marrëdhënëllon si posadorë shqiptarë, si edhe botërore, që kemi një shënime që mërë në këtë gjunim. Në ndërta kemi është defteri Sanxhaku të Shkodrës, i cili fshatin Mblakër në vitin 1485 e paraqet me 8 shtëpi dhe emrat e kryefamiljarët të atyre 8 shtëpive. Dhe jetën e tyre, po ta shkrim pak më shkurt. Propostina është edhe që kemi, do të thënë, është Kortahiri i cili lidhet me toponimin Mblakër, sa e bashkë e kulturë, është studiues në Belgjik. Shkoj ka shku për toponimin Mblakër që kë ka dhënë tëmë të mikajve, një për thot nuk mujta se si t'i iku, sepse pleshtë të vjetët të në herët, a ne ljumit me të në herët kanë definu e më randën, po shkojnë në Mblakër. Jo të në teta, se teta të shumë të më randën të ardhër. Kjo me ka shty mu që të gjërnore më shumë lidhën në trungun familjarë dhe vizët e Mblakër dhe përgjësi. Një për është shumë interesant që aty ka vitin 1550, 6 familjet e para që jenë këthy, për shkaqe të ndryshme, që jenë këthy mas parë në këthy në Kapishnis të Pejës. Atë ku ka fillu Lëviza me më bëgaz dhe me thënë në liu të ka në përnu si qipëqi, shumë familje të më bëgaz dhe apo të bëgjerët. Edhe ne këtë pasë rastë dhe një këthy aty në Kapishnis të Pejës. Aty kuptohë se është veçantë ai momenti kur jemi islamizuar, 3 familje ne jemi islamizuar të parë Mblakër dhe kemi shkupat në trungun e vjetër dhe unë ashtu parashot që isni që është familja Mblakër është e para aty, masa ne ka Bojku dhe familja tretë është Qepaj, ku kemi edhe shumë shkrimtarë dhe studius tjerë që vërtetojnë këtë. Aty ka vitin 1550 kemi shku në Isniq, dhe më thonë 3 familjet, edhe kemi shërbysi unë lidhë se shpëndarë edhe të Mblakër tjerë që kanë vetë në landet maluar tonat. Kur pas neve, dhe më thonë ato 3 familjet që ka nejtë në Kapishnis të Pejës, si të krishterë, së të qunën Bekçelet, Adem Taherët, edhe Mblakër, edhe familja Borve. To jenë familja Mblakër. Të cilë ja ku mërë të gjithë dhe gjenezën, dhe më thonë e kanë me leftrungu familjarë në gjenezën të tyre shumë bukur të shpëqitur. Pas do kohë, ka vitin 1620, fate Mblakër enda atire në Tepaj, paraqitët si nga Frans Nopsi, si nga Frans Barni, me 22 shtëpi, 320 familje. Kjo është ka nëvoj, për një jetë më të mirë, për ta këtë të që ka thonë bërë, në dërore, në marë në Isniq, edhe si pikë të ndërse, është në zua Isniqit, dhe kanë shku së dhe mështë. Në të gjitha periudat e historisë, e shtimon numri atyre që sot mbaj tituj të lartë shkencore. Nga historie të cilët janë tokë me ne, dhe të cilët pra në mënyrën më të vazhdore, më të këndshme, më të mirë, e kanë bërë në vështërë këtë manifestim të bllakëqorëve. Shoqata në Vanëhemu, shoqata humanitare bllakëqore. Volontarisht që në vini pas dhe vini të kanë funksion humanitar, funksion të ndihmave për në bindje formuar nga pleshtan në përpara, në tezë se bllakëqorët e Mblakërit nuk janë vendas, por kanë ardhur, nuk janë vendas, nuk janë autoktonë, por kanë ardhur nga istoku e shtatë prej nësisë dhe në të Shqipërisë. Do të pas parasysh një kontrim i cili thotë se Mblakët, pasi qëndrimi këtë gjatë në marrë të veta atë në pronë të vetë, pronë të tyre në duka gjenë në rafshën e Kosovës. Kjo element që përbëri shkëndidhën nga besojnë nga rezultatën, besoj që kanë të fusin në ligjërata pra përthën nga historianë, për filmat shumat i kësaj familje të madhe. Duke filluar nga Mustaf Mblakaj, që ka qenë Mustaf Mblakaj, Mblakja e parë, që ka qenë luftëtar për momentin një kreshnik i rezistencës
model kushtuesit i arsimit Xhafer Majta, pastaj vëllezërit tana që u vranë në luftën e fundit e kështu me radhë. Në të citarë në kësaj, do të thonë përveç veprimtarisë humanitare, përhyrje financiare, shoqata duhet të ketë një mision arsimës, edukativ dhe njohës. Në ta moment të kanë edikuar që të formuar edhe seksione të ndryshme, domethënë, për histori, për kulturë, për arsim, domethënë, fusha të ndryshme të veprime që të përmendur profesori ndërmuar, që shoqata do të veprojnë, domethënë, të bashkojnë në juvet e financiare, domethënë, materiale në dhuna, brakçojnë e problema gjerë si mas nevojës, por edhe onë shpirtërore. Bëj bashkimin e onë shpirtërore të vllazërit në Gjako. Edhe këtë efekt, pagan shumë edhe ka filluar në arrit në tubimin që e kemi marrë në para disa vite, ku përveç bashkimit të vllazërve që ishin nga ana historike e pensë me podjevën, është përbërë një afrim i njerëzve edhe në podjevë edhe në historie. Afrimi është gjallëshëm, edhe na atje në një afër më shumë, edhe këta në podjevë, vëllë në bileti. Një iniciativë e tillë mbase do të jetë shumë e rëndësishme jo vetëm për Bllakaj, por edhe për ndryqimin e një pjesë të historisë dhe kulturës sonë në përgjithësi.